A i ka fshehur ambasadori Yuri Kim deponimet e ish zëvendëskryeministrit Ametaj në ambasadën amerikane për kërcënimin e sigurisë kombëtare nga korrupsioni madhor dhe lidhjet me Sinaloa të Ramës? Natyrisht që hetimet kanë filluar. A ishte rastësi që s'pak po shkon afër Ramës dhe Ballukut? Përsëri mund të jetë roli i Ametajt? A do të kthehet ai në Shqipëri për të deponuar dhe për të bashkëpunuar me drejtësinë, mbas indicjeve të një mbështetje nga amerikanët? Këto janë pandem. Byroja e hetimeve, e cila trajnohet nga FBI, ka marrë në dorëzim të gjitha dosjet e Ministrisë Ballukut. Kanë ndënjur deri në orën 2 të natës. Njerëzit, emisarët e saj janë panik dhe kanë filluar të udhtojnë në ato vende ku kanë kaluar pjesë të vjedhjeve të tyre. Po nga opozita, natyrisht që Rama në këto çaste kur po humbet shumë, do doj që ta përçaj, por me askusha dhe me njerëz pas një lloj peshe dhe lidhje me zemrat e demokratëve, ai nuk arrin dot. Rama ka probleme të mëdha me drejtësinë. Do të shtohet edhe një dosje e re. Janë Bitcoin. Hetimet kanë filluar në Amerikë. Më shumë sot në fokus.